Dëmtimi i pengesave për kufizimin e shpejtësisë të njohura si policë të shtrirë në rrugën industriale të Tetovës ka bërë që shumë automjete të lëvizin me shpejtësi të madhe duke rritur shqetësimin e banorëve për sigurinë në këtë zonë. Situata bëhet edhe më shqetësuese për shkak se pranë kësaj rruge ndodhen një qerë dhe një shkollë fillore dhe një xhami, ndërsa çdo ditë dhjetra fëmijë dhe qytetarë detyrohen ta kalojnë rrugën. Banorët thonë se pavarësisht shenjave të vendosura për kufizimin e shpejtësisë, shumë shoferë nuk e respektojnë ato dhe vazhdimisht qarkullojnë me shpejtësi të lartë. Problem shtesë mbetet edhe semafori pranë shkollës, i cili nuk është funksional, duke vështirësuar edhe më shumë kalimin e sigurt të mësorëve. Qytetarët kërkojnë rikthimin e pengesave për ngadalësimin e automjeteve, funksionalizimin e semaforit si dhe kontrolle më të shpeshta nga policia me radar për të ndëshkuar shoferët e papërgjegjshëm. Lidhur me këtë problem, kryetari i komunës së Tetovës, Bilal Kasami, për televizionin Koha, deklaroi se komuna po punon për zgjidhje infrastrukturore që do të ndikojnë në uljen e shpejtësisë automjeteve. Kasami paralajmëroi se lagja e Vardarit do të lidhet me rrugën industriale afër xhamisë së Rinis, me çka pritet të ngadalësohet paksa shoferët e papërgjegjshëm. Aty jemi në fazën përfundimtare për të depërtuar rrugën që do të futet në lagjen e kusht pra te xhamia e Rinis, me çka edhe do të ketë një ndërprerje të bulevardit dhe që do të ngadalësohet edhe lëvizja e veturave, që të mund të rrisim sigurinë e qytetarëve që kalojnë aty. Kasami bëri të ditur se është në përgatitje dhe një projekt tjetër për përmirësimin e komunikacionit në këtë pjesë të qytetit, me anë të një rrethrotullimi pikërisht afër shkollës Kirili dhe Metodi. Jemi duke e përgatitur edhe projektin e komunikacionit për një rrethrotullim po taj lokacion, por jemi duke analizuar me Ministrinë e Punëve të Brendshme, sektorin për punët e brendshme të këto, për zgjidhje të komunikacionit e cila do të jetë e pranueshme për ata, por ajo që është fazën përfundimtare është më Komuna e Tetovës ka kryer gjitha procedurat për depërtimin e rrugës që është për skaj shkollës së Kirili, ku pra do të ketë një hyrje dalje aty të veturave, me çka do të ndërpritet edhe rruga dhe do të ngadalësohet shpejtësia. Banorët presin që këto projekte të realizohen sa më shpejt, pasi deri atëherë rreziku për aksidente mbetet i lartë, veçanërisht për fëmijët dhe mësorët që kalojnë çdo ditë në këtë segment rrugor.